Në Shqipëri, parlamenti u përfshi në momente të forta tensioni kur duhet të niste procesi votimit për kandidaturat për një antar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Pas u vendos që procesi të kryej me fletë votimi, debati shpërtheu për procedurat e firmosjes së fletëve të votimit. Opozita kundërshtoi kërkesën që fletët firmosen nga antarët e Komisionit të Votimit në momentin që tërhiqet nga deputeti, pasi ajo mund të bëhej me shenjë që do të identifikonte votën. Mes polemikave, kryetaria e Parlamentit, Josefina Topalli, vendosi që të ndryshohet mënyra e votimit duke luar menjëherë në ata elektronik, në përfundim të cilit u zgjodh kandidati shumicës Elvis Cefa. Korespondenti Armand Mero ka përgatitur kronikën. Gjithçka duke se do të shkonte qetësisht në votimin për kandidaturat për një antar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë sot në parlament. Opozita kishte kërkuar që votimi i fshehtë të bëhej me kuti votimi dhe jo elektronikisht, dhe kjo kërkesë ishte e pranuar. Okej, atëherë sekretariati për votimin të vinë dhe të zëjnë vendet, ndërkohë drejtoria juridike të sjellin gotit, fletë e votimit. Ndërsa nisnin përgatitjet, seanca bëri pushim 5 minuta. Por ndërsa procesi ishte thuajse gati, u shfaqën edhe problemet. Mediat nuk u lejuan të futeshin. Debati nisi mbi procedurat për fletët e votimit, të cilat ishin mbulosur dhe u kërkoi që të firmosen dhe nga 3 antarët e komisionit. Por sipas kryetarit të grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi, përfaqësuesit e shumicës kërkuan që firmosja të bëhej në momentin e tërheqjes së fletës së votimit. Përfaqësuesi jon e kundërshtoi. Ne jemi dakord që të ketë fletë votimi, të ketë firmë fleta e votimit, të ketë vul fleta e votimit. Të treja firmat tona t'i firmosim dhe vullosim të 139 fletë të votimit, t'i shkartisim ato, me qëllim që asun antarit komisionit të mos kem asnjë mundësi të vendos shenjë në fletën e votimit. Debatet kanë vazhduar më tej dhe meqense deputetët e opozitës nuk pranonin procedurën e përfaqësuesve të shumicës, siç tregoi zoti Ruçi, ka qenë kryeministri Berisha që ka urdhëruar të kalojë në votim elektronik, gjë e cila u njoftua nga kryetaria e parlamentit, ndërkohë që kamerat dhe mediat sapo ishin rikthyer në sallë. Ndërkohë që përfaqësuesi i Partisë Socialiste nuk pranon për të bërë detyrën si antar i këtij komisioni, atëherë hapim votimin me elektronik midis 2 kandidatëve, Elvis Cefa dhe Ardian Visha. 71 pro, s'ka kundër, s'ka abstenim. Elvis Cefa, antar i KLD-s, faleminderit, me kaq mbyllet seanca, mirupafshim. Socialistët mblodhen më pas grupin e tyre parlamentar. Zoti Ruçi u shpreh se edhe votimi elektronik u bën në shkelje të procedurave. Kryetaria e parlamentit pa bërë prezencë e deputetëve, pa bërë atë mënyrë votimi që vendosi në fillim të seancës, pa miratuar mënyrën e re të votimit, pa bërë prezencën e deputetëve, hapi votimin. Lidhur me këto zhvillime, kryetaria e parlamentit Josefina Topalli në një deklaratë u shpreh për dhunë të ushtruar në sallën e parlamentit nga deputetët socialist, ndërsa zoti Ruçi do e quante deklaratën e saj një fletë rufe. Socialistët deklaruan se do të vendosin edhe përqendrimin politik që do të mbajnë ndaj kësaj ngjarje. Votimi i sotëm pritej me interes, duke qenë se përballë kandidaturës së demokratëve, zotit Elvis Cefa, socialistët me një lëvizje të papritur propozuan zotin Ardian Visha, avokat i ministrit aktual të mjedisit Fatmir Mediu në çështjen Gërdeci, i cili potencialisht mendohet se mund të tërhiqte edhe vota të tjera nga radhat e shumicës, duke prishur kështu ekuilibrat e brendshëm të saj.